Bibla e djallit. Kush nga ju ka dëgjuar për Biblën e djallit? Kemi bërë një emision, Codex Giga. Dikush nga ju e ka parë emisionin, por ka të reja që duhet të dini. Ndaj do t'i lutesh aq ta ndiqni deri në fund dhe pres komentet tuaja. Si gjithmonë, kush është rastisht dhe nuk i ka bërë ende like faqes, do t'i lutesh ta bëj tani, nuk ju kushton asgjë dhe ju faleminderit që jemi për herë bashkë. Ishte viti 1222. Viti 1222. Murgu Inclusius kishte bërë një faj dhe fajin në atë kohë kisha e ndëshkonte në mënyrën e saj. Pra kishte vendosur që ta muroste të gjallë, sepse kishte ndodhur shpesh që problemet të tilla i ndëshkonin vetëm në një mënyrë. Mirë po, Murgu donte t'ju tregonte të gjithëve që ishte i pafajshëm. Dhe në fakt ai kërkoi veskovën e madh të zonës dhe askush nuk e dëgjoi. Bëhet fjalë për një fshat të vogël në Republikën e Çekisë. Dhe në këtë fshat kishte pak njerëz, por në qytetin përbri, ku gjendej edhe veskovo, nuk e dëgjoi askush, sepse urdhri kishte ardhur nga lart dhe Murgu tashmë duhej me se s'bën të murosej. Por Murgu përveç frikës, ai kishte një qëllim. Ai donte me dojë mos t'u tregonte të gjithëve që përveç se ishte i pafajshëm, ai donte t'u tregonte veprën e tij. Dhe u tha që t'i jepnin kohë që të tregonte se çfarë madhështie mund të bënte. Dhe tregohet që brenda një nate Murgu bëri Biblën e djallit. Pra shkruajti Biblën e djallit. Po si e shkruajti? Sipas gjasave, Murgu i kërkoi ndihmë djallit, sepse nuk donte të vdiste. Dhe ai kur evokoi, nuk evokoi demon të thjesht, por erdhi vetë djalli dhe ju prezantua. Dhe i kërkoi se çfarë donte që ai të bënte për të. Dhe Murgu i tha, do të dëshiroja, tha, që njerëzit, ata që mua më kanë vendosur që të më murosin, që të gjithë ata, tha, t'i ndëshkoj. Dhe t'i ndëshkojmë, tha, me anë të një magjie. Dhe kështu u bë. Murgu shkruajti Codex Giga. Codex Gigas është një libër ose libri më gjigant që ka ekzistuar në atë kohë. Është një libër rreth 1 metër i gjatë dhe 50 cm, pra gjysmë metri i gjerë. Dhe trashësia e tij është rreth 20 cm. Libri peshon rreth 75 kg, pra duhen 2 burra që ta marrin në dorë atë libër. Libri është bërë me lëkurë gomari. Po, pra lëkurë gomari të pastruara, të rregulluara, të thara dhe të shkruara mbi të, pra të qëndisura ose të gëdhendura fjalët mbi të. Pra një libër kaq gjigant me gjithë këto përbërje dhe kopertina e tij që është vërtet e trash, si mund ta bënte një njeri brenda një nate? Ky pra është fakti që shumë njerëz mendojnë që me të vërtet diçka e supernatyrale ndodhi atë mbrëmje. Dikush pretendojnë që Inclusius, pra Murgu, e bëri këtë libër e kishte bërë prej vitesh, pra kishte qenë aty dhe kishte bërë. Por ka një problem. Nga studimet që janë kryer, do t'i duheshin rreth 20 vjet një njeriu, nëse do të ishte i vetëm, që të bënte një libër të tillë. 20 vjet për të shkruar, pra 20 vjet për të marrë gomer, t'i pastronte, t'i therte fillimisht, t'u hiqte lëkurën dhe të thante lëkurat. Pastaj t'i pastronte, t'i rregullonte lëkurat, pra t'i bënte në mënyrë që lëkurat pasi të thaheshin të mund të shkruante në to. Do të duhen pra rreth 20 vjet të bëhesh një gjë e tillë. Atëre kush e bëri Codex Giga ose librin e djallit ose Biblën e djallit? Kush? Brenda Biblës së djallit ka formula magjike, të pakuptueshme. Bile dikush tregon se ka dhe gjuhë të ndryshme, ku një pjesë e saj janë mix, për shembull në aramaiku, ka në greqishtën e lashtë, ka në latinisht. Bile thuhet dhe se ka edhe në gjuhën pellazgo-ilire. Po, e dëgjuat mirë, sepse brenda ka disa shkrime të çuditshme që unë e kam parë, që ngjasojnë shumë me shkrimet e ilirëve të dikurshëm. Dhe askush nuk e di se çfarë janë ose çfarë përbërjesh kanë këto shkrime, disa prej tyre, sepse
formulat magjike duken vërtet sikur vinë nga një tjetër botë. Dhe çudia e kësaj historie është që ai shkrim që dikush pretendon që është bërë pikërisht pra brenda një nate, kush e ka prekur atë, pra kush e ka marrë, ka vdekur në një mënyrë të tmerrshme, kush e ka prekur me duar, ç'është e vërteta. Në fakt kjo tregohet edhe për disa që e kanë qarkulluar dorë pas dore, derisa e mori mbreti suedez. Por thuhet që mbreti suedez kur e mori librin, sepse ishte shumë i dhënë për sa i përket mistereve dhe enigmave, kur mori Codex Giga që i thanë që erdhi libri, ai nuk e preku me duar, por e preku me dorashka. E dëgjuat mirë. Bile dorashkat tregohet që ai i dogji, i futi në zjarr më vonë. Çfarë dinte ky mbret që ne nuk dim sot? Pra çfarë? Sepse bëhet fjalë për vitet 1600. Pra shumë afër me ngjarjen që ndodhi, sepse Murgun e murosën në vitin 1229. Por tregohet që edhe pse i lanë kohë, dikush tregon që aty u njoh libri, pra u njoh në vitin 1229. Të tjerë thonë që u ndërtua në vitin 1222. Të tjerë thonë vitin 1229. Pak rëndësi ka kjo. E rëndësishme është që ajo apo kushdo qoftë që e formoi ose ndërtoi atë libër, mbetet vërtet një mister. Sepse përveç se nuk dihet autori i vërtet, por vetëm i Herman Inclusius, pra ky le të themi murg shumë i çuditshëm, por askush tjetër nuk di se kush e përgatiti, pra nga vjen. Pra edhe sikur të themi sot që dikush e ka ndihmuar, kush mund ta ndihmonte, nëse ai e zëm se do ta ndihmonin. Kush mund ta ndihmonte atë për një mbrëmje, sepse gjatë një mbrëmje do duheshin të paktën 100 veta dhe me një teknologji si sot. Pra ti duhet merrje lëkurat, të therrje gomarët, ti pastroje ato, ti thaje lëkurat, gjë që nuk ishte mundur atëherë, si do t'i thaje, me çfarë? Me zjarr? Dhe pastaj të mund të shkruaje në to, por kujdes, sepse do t'i përgatisje, do t'i prisje, do t'i bëje në mënyrë që t'ishin si flet libri, pra jo në formë lëkure, që të shkruaje në to. Pra një punë kaq e madhe, kolosale, nuk mund ta bënte një njeri vetëm dhe për më tepër në një mbrëmje të vetme dhe sikur të kishte ndihmën e shumë njerëzve. Kështu që disa thonë që libri kishte ardhur nga diku tjetër dhe nuk ishte Murgu vetëm e gjeti diku ose ja dha dikush dhe ai e shfaqi atë ditë kur e kërkuan. Por askush nuk e di, sepse nëse dikush do të kishte bërë një libër të tillë, pse do t'ja jepte Murgut? Për çfarë arsye? Nëse ju do të ndërtoni një gjë kaq të madhe, pse do t'ja jepni tjetrit? Do ta mbanit për vete apo jo? Kështu që dikush, sepse kam lexuar për shembull disa shkrime edhe të këtyre është një grup këtu që Gjoja Shkencëtar këtu në Itali, që Gjoja kontrollojnë këto teoritë konspirative. Nuk kam patur kur shans që të përballem me ta, por është turp i madh, me fjalë ndonjëherë që të insistosh, e di që gjithsekush punon dhe do të dëshironte secili që t'jap mendimin e tij dhe ai për punë në këtë rast, sepse marrin para nga këto, ai mund të shkruajë ç'të doj, por një gjë që është e sigurt dhe kaq më të sigurt se kaq nuk ekziston. Në qoftë se një njeri ndërton një libër si puna e këtij libri, kaq gjigant, me qindra gomer të vrarë, të therrur, të përgatitur dhe të shkruar një libër kaq të madh, 75 kg libri, me një trashësi 20 cm dhe me një gjatësi 92 cm me 50 cm dëgjerë, pra ti ja fal dikujt tjetër, me 557 faqe. Më falni, 577 faqe. Pra libri ka 577 faqe. Që në të vërtet, ai kush i tha, si thoshte edhe Murgu, ishte një. Pra i gjithi, sepse nëse thoni 5 edhe 14 janë 9 plus 1 10. Pra një i vetëm. E keni në të gjitha format, pra që mund të tregohet që një njeri vetëm mund të kishte bërë një gjë të tillë dhe që të mos ja tregonte askujt.
dhe për më tepër sekrete që nuk do të zbulohen kurrë. Pra, të rejat e sotme janë që dikush pretendon që libri është bërë vërtet nga djaj dhe nga demon, nga një botë e nënveshme që për ne është e pakuptueshme, pak të kështu thuhet sot, sepse siç dëshmohet të disa shkrime, le të themi, të konspiracionit, thuhet që libri Codex Giga tregon vetëm ngjarjet që po ndodhin tani. Pra, duke filluar që nga pas vitit 2000 deri në vitin 2050. Dhe çuditërisht shumë gjëra që e kanë përshtatur me çfarë shkruaj, me fjalë për ta përballur me disa shkrime të Biblës, për çudi ato po ndodhin në këtë periudhë. Dhe kështu që shumë njerëz mendojnë që janë hapur dyert e djajve ose dyert e demonëve. Në fakt shumë probleme po ndodhin këto kohët e fundit dhe disa pretendojnë që këto janë fakte të vërteta, reale, që lidhen pikërisht me Codex Giga. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Ju si e klasifikoni? Dikush nga ju ndoshta e ka parë emisionin, por do të dëshiroja një komentin tuaj. Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, ditë të mbar dhe shpresojmë në një botë më të mirë, më të pastër, më të ëmbël.